Zjarre katastrofike pyjore kanë përfshirë Dalmacin, ndërsa situata më kritike është në afërsi të Omishit. Si pasojë e lëndimeve të pësuara nga zjarri i mbrëmshëm pranë Omishit, 36 persona kanë marrë ndihmë mjekësore në qendrën klinike në Split. 14 pacient janë shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë lëshuar për trajtim në shtëpi. 7 pacient ndodhen në kujdesin intenziv dhe jeta e tyre është në rrezik. Edhe 3 pacient të tjerë janë vendosur në kujdes intenziv, ndërsa pjesa tjetër po trajtohet në repartet e spitalit. Nënkryetari i komunës së Omishit, Ivan Pivčević, deklaroi se dëmet janë të mëdha dhe se janë djegur një numër i madh automjetesh dhe shtëpish, po digjen edhe struktura të mëdha prej çeliku menjëherë mbi qytet, të vendosura për të parandaluar rënien e shkëmbinjeve mbi shtëpit. Mbrëmjen e së njëjtës nga zjarri është përfshirë edhe vendbanimi i njohur turistik Siviri në Halkidiki të Greqisë. Nga Siviri gjithsej 481 persona janë evakuuar përmes detit. Sipas raportimeve të mediave greke, në transportin e njerëzve janë përfshirë 2 anije të rojës bregdetare greke, 2 anije të brigadës së zjarfikësve, 3 anije peshkimi, anije private dhe një traget i shpejt për pasagjer. Edhe Maqedonia e Veriut tashmë disa ditë po përballet me zjarre në zonat të caktuara të vendit. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar plot 40 zjarre në hapësira të hapura, shumë prej të cilave kanë rrezikuar seriozisht fshatrat. Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojanče Angelov, njoftoi se dita e djeshme ishte më e vështira e kësaj vere, duke pasur parasysh se në fshatin Bogomil, komuna e Çashkës, zjarri arriti deri te shtëpitë e para, por në momentin e fundit u parandalua katastrofa, ndërsa situata më e vështirë për t'u përballuar ka qenë në Pelagoni, ku janë rrezikuar 3 fshatra. Fal reagimit të guximshëm dhe të shpejtë mbi të gjitha nga banorët e vendas, u parandalua një katastrofë. Zjarfiksin nga Velesi mbërritën shpejt dhe dha një kontribut të madh në lokalizimin, vënien nën kontroll dhe shuarin e këtij zjarri të vështirë. Këtë verë zjarre masive ka pasur edhe në disa vende të Europës, ndërsa më të përhapura kanë qenë në Francë dhe Spanjë.